Në juglindje të Shqipërisë, në një rrëz mali të qetë, shtrihet Rodokali i Poshtëm, një fshat i vogël në territorin e bashkisë së Pogradecit, i mbuluar nga gjelbërimi me toka të punuara me mund, me kafshë që zgjohen me agimin dhe njerëz që mbajnë zakonet si flamur. Kjo zonë është thesari i një jete që shpesh harrohet. Në këtë fshat, bujqësia dhe blegtoria nuk janë thjesht mënyrë jetese, janë trashëgimi. Çdo gur, çdo pemë, çdo kafshë është pjesë e një historie që përcillet nga brezi në brez. Si shumë zona të tjera të Shqipërisë së thellë, edhe Rodokali është prekur nga emigracioni. Të rinj që ikin, por zemra e tyre nuk ikën kurrë nga vendlindja. Ata largohen me mall dhe shpesh herë kthehen me ëndra. Një prej tyre është dhe Daniel Novaku, një djalë që la pas vite emigrimi për të nisur diçka ndryshe në fshatin e tij. Ai nuk u kthye për të qëndruar, por për të ndërtuar. Kështu lindi Bujtina Novaku, një nismë e guximshme që solli jetë aty ku kishte heshtje. Në emisionin e radhës, në story, do t'jem në fshatin Rodokal të Poshtëm. Ne kemi qenë më herët në Rodokal dhe kemi bërë një emision në lidhje me traditat, mikpritjen e zonës, historikun e fshatrave, njerëzit që vinë dhe ikin, por këtë herë është një histori krejt tjetër dhe krejt ndryshe. Këtë herë do t'jem tek një 37 vjeçar nga kjo zonë, i cili quhet Daniel Novaku. Pas shumë vitesh në emigracion, Danieli ka vendosur që të rikthehet në fshatin e tij, në Rodokalin e Poshtëm, dhe fillimisht mendoi të ndërtonte një shtëpi për të jetuar, ashtu ku do të krijonte familjen e tij dhe do të lindte fëmijët për të rritur më pas, por gjatë rrugës ai filloi të mendonte për diçka tjetër. Fakti që her pas here lëvizte në Greqi, në Gjermani, në Maqedoni dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, kishte kuptuar se shumë turistë donin që të vinin në Shqipëri dhe ta vizitonin atë. Ata kishin dëgjuar për Shqipërinë, për vendet e bukura që ajo ofron, për malin, për lumen, për liçenet, për detin, për rivjerën shqiptare sigurisht, dhe ajo që çfarë mendonin përgjithsisht të huajt ishte ta vizitonin së shpejti. Në komunikime sipër të paktën me ata të cilët bashkëpunonte kryesisht në Gjermani, dhe pasi i kishte treguar se çfarë kishte bërë në fshatin e tij me punimet prej guri, pak a shumë si të një kalaje, ideja që i kishin dhënë të huajt Danielit ishte pse nuk e kthen atë në një bujtinë, dhe sigurisht që nuk do të mungojnë vizitorët, vendas, por edhe të huaj. Dhe kështu ndryshoi gjithçka, nga një projekt fillestar për të nisur një shtëpi dhe për të jetuar, shkoi për të si destinacion përfundimtar një bujtinë, një agroturizëm i cili duket se së shpejti do të hapi dyert në Rodokalin e Poshtëm për gjithë vizitorët, vendas dhe të huaj. Këtu është pothuajse gjithçka qetësi, rreth ka male, ka pemë, ka natyrë. Dhe mes të tyre është vendosur tashmë një bujtinë e re, e cila po përfundohet dhe së shpejti do të hapet. Me një arkitekturë tepër interesante, unë kam parë mure guri të cilat ndërtohen nga ustallarë të ndryshëm dhe unë vi nga një zonë ku ustallarët e gurit janë të shumë, siç është zona e Rajcës, por të këtij formati nuk kisha parë asnjëherë më përpara. Me gurë të mëdhenj, të cilët realisht të ngjasojnë si gurët e një kalaje. E shnuar qysa aty ku ka nisur në vitin 2010, sot në vitin 2025, pas 15 vitesh, Danieli ja ka dalë të sjellë një formë përfundimtare të kësaj bujtine, e cila besoj që së shpejti, dhe ashtu siç është dallëndyshja e parë e kësaj zone e Rodokalit si bujtinë, së shpejti do të jetë ndër më të vizituarat. Na ndiqni.
e ndërtuar me gur artizanal, me 3 dhoma të ngrohta, një kuzhinë tradicionale dhe një furrë guri ku piqen gatime të vjetra si mishi, byreku, lakrori. Kujtina i ngjan një kështjellë mikpritjeje, një kala që ruan shijen dhe nderin e një tradite të lashtë. Anvisat e zonës janë fryma e gjallë e kuzhinës tradicionale. Me duar të vjetra e zemër të re, ato përgatisin receta që nuk guxojnë të harrohen. Si të qingjit, tani është sezoni edhe qingjat janë të butë. Unë jam lindur e rritur Rodokal, i datëlindjes 1972, i shkolluar në Përrenjës dhe rrugën e kam bërë në këmbë nga Rodokali në Përrenjës, nga viti 86-90, kam marruar degën gjeologjike. Ke ishte në Politekniku? Po, Politeknikumi i Përrenjës. Dhe si gjithë të tjerët jam rritur këtu, kam ikur, kam dalë jashtë Greqi, Maqedoni, e një 5-6 muaj këte nga Kroacia, pe ikim e vim e investojmë këtu. Përgjithsisht njerëzit këtu të gjithë emigrojnë. Po. Por nuk i kena asnjëherë. Jo, që ta shkretoj fshatin asnjëherë. Gjithmonë vendlindja si punë e asaj dallë dyshe që ikën dhe kthehet në folen e vet. Ti e komshi me Jo, kushurinj jemi me Danielin. Po, jemi kushurinj. Si e ke njohur Danielin? Danieli është mi vogël nga unë, ky është datëlindjes 88-a, ka dalë që i vogël si gjithë të tjerët në emigrim dhe qa ka mbledhur e qa ka investuar këtu në vend lindjen e vetë, e në tokën e vetë, se ne Rodokali poshtë i ka ndarë toka si pas trojeve të vjetra dhe s'ka konflikte. Investimi jashtitar në pjesën e vetë. E ke parë që në fillim kur filloi ta ndërtoj apo vonë? Po, edhe bile kam ndihmuar se ne si vllazëri shkojmë me vim edhe kur ka bërë katin e parë, ka qenë dhe Barjami edhe unë që kemi punuar bashkë këtu. Po. Çfarë thoshte Danieli atëherë? Çfarë donte të bënte? Çfarë kishte në kokën e vet? Danieli gjithmonë thoshte do investoj dhe do të qëndroj këtu në trojet e gjyshërve të babait. Nuk kishte idenë që ta bënte një investim larg. A kishte menduar që do bënte që në fillim këto lloj muresh, këto lloj ndërtimi? Për këtë s'mund ta them, po idenë e kishte për shembull që kur i nisi vetë, se nga themelet i ka nisur vetë shtëpitë. Këmbgulës. Po, nuk ka patur grupe ushtallare që të vinë, e ka ndërtuar vetë me forcat e veta. Është dalë ndryshe parë, duke i thënë për zonën tonë dhe për fshatin Këbujtin. Zhvillim po do t'japi zonës dhe fshatit. Mendon se pas Danieli do të ketë të tjerë? Po, mendoj. Ka njerëz që thonë se do të kthehen? Po, ka filluar. Disa në agroturizëm, disa në blegtori, janë dhe një dy tufza që këta mashtrojnë. Po. Njëre kam Gjermani, Danielin e kam këtu të madhin. Danieli është i madhi? I madhi Danieli. Gëzimi i parë. Gëzimi i parë. Qa viti ka lindur Danieli? 88, korrik 88-ës. Si ishte të bëhesh për herë të parë baba atëherë? Unë atëherë ishe 24-5 vjet ishe. Çfarë djali është Danieli? Ajo djali urtë, djali punëtor, ka punuar sa marrë shkollën, në emigrim ka qenë, ka punuar në Maqedoni, në Greqi, në Gjermani, të vitet e fundit. Pra, prej sa vitesh ai emigronte? Që në moshën 15 vjetë ka ikur ai. Shkonte dhe vinte? Shkonte dhe vinte. Tani ka ikur më? Që në Itali tash në fund. Ka 4 muaj që u krye. Ku e ka mësuar zanatin e të bërit mur guri, një mur të tillë guri? Ajo e ka mësuar në Greqi, zanatin, të murit. Ati punonte te një
ishte një Gjerman, punonte te Gjermani atje edhe i dha veglet edhe mësonte. Gjermani nuk ishte usta, po i bëhet ca punë atje ka mësuar zanatin. Te Gjermani në Greqi, në Kret ka qenë. Kur vendosi që të ndërtonte këtë shtëpi dhe ta bënte kështu? 2010-ën i kemi filluar. I ka bërë gjitha vetë? Vet. Ku e merrte guri? Po gurët, te minjerë aty ku ka qenë minjerë e ekurit aty, i ka marrë gurët, tërë aty i kanë ardhur gurët. Është lodhur? Po si ose lodhë të kjo punë të këta gurë. Pra i është dashur që të paktën 15 vite të punonte që ta sillte sot për sot. 15 vjetë, 2010 nga filluar. Këtë idenë e këtij Oxhakut kaq të madh dhe kaq të bukur, Vetë e bori atë ide e tij. E ka projektuar vetë? Vetë. Me këtë që shohin njerëzit këtu në fshat, çfarë thonë me këtë ndërtim që ai ka bërë? E pëlqejnë domethënë njerëzit? E pëlqejnë. Punojnë ande, vinë. Tashmë edhe po investojnë. Edhe po investojnë si punë e Danielit në fjalë që është një gjë shumë e bukur. Jo vetëm për Danielin, por edhe për ne si fshatar. Bile unë për veten time me fjalë se ne jemi lagje tjetër ande, e shikoj një që bëri një ndërtesë Danieli dhe për bukuri duket që ande. Po se që ka ndërtuar mrenda, unë nuk e dinja. Nuk e kishe parë? Se kishe parë. Edhe kur vajta në Greqi, të djemtë, edhe djali ma tregon në telefon bukurit që kështë bërë Danieli me duart e tja. Pra ti jetoje këtu, por se kishe parë, nuk e kishe parë. Unë jetonja këtu, por nuk kështa në radha me fjalë të vinja të shikonja. Edhe më thot djali thotë kështu thotë këto i ka Danieli. Danielin e njifja me fjalë djalin e Agimit. Me Agimin kemi punuar bashkë edhe në kooperativë me fjalë. Ashtu po me Danielin nuk njihesha shumë. Po ishte i vogël, bile Danieli kur se unë jam edhe dhëndër në këtë lagje, edhe kështë qenë një këte, edhe po ikja rrugës për në shtëpi, ku Danieli me makinë qëndron në rrugë. E ndalon makinën, edhe ishe bashkë me gruan unë, dhe na merë në makinë. E shikoj Danielin unë, ky Daniel që është me flokë të gjata, me kështu, më bjerë të shumë, kujti jeti mirë na more kështu në makinë? Një djali Agimit, qofë së dosh. Edhe Danieli ka bërë një gjë shumë të bukur. Kur e pe për të parë nga afër? Kur erdhe për të parë? Danielin e kam parë... Vëndin këtu? Këtu e kam parë para 5-6 muesh. Vendin. Çfarë ka bërë më shumë për shtypje? Masi ashtu në këtë detyrën e kryeplakut dhe na bëri puna që vinjëm për të çuar çakull për rrugën edhe u futa kështu nga jashtë me fjalë pash bukurit që kishte bërë sidomos për furrën se brenda nuk as s'kam hyrë dhe tashi nuk e di se çfarë, vetë ato që i pash që mi tërgovi djalin në Greqi. Të bëri përshtypje besoj shumë përshtypje që nuk kishte ndodhur në vend tjetër edhe unë nuk kisha parë. Pavarësisht se kam lëvizur e ashtu, por nuk kam parë. Do të jesh punëtor i madh që ta bësh gjithçka vetë kështu në këtë lloj forme. Edhe nuk e bën çdo njeri. Nuk e bën. Danieli me fjalë nuk e di, edhe ka lindur me fjalë me këto ide për të bërë këtë punën, nuk e di, se kur tha dhe Agimi, jo se e ka ndihmuar ky, e i ka dhënë ai për të ashtu, ai ka vetë nga mendja e tij, nga dora e tij,
Kryeplak, me që se e kryeplak, si të duket ideja që tashmë fëmijët e migrantë vinë dhe investojnë këtu? Është diçka e mirë, ato duhet ta bëjnë dhe të tjerë? Gjë shumë e mirë është. Është shumë gjë e mirë kjo e Danielit dhe thami inshallah pasi ta shikojnë këtë edhe djemtë tanë të mendojnë edhe nuk po themi se të gjithë njerë, se nuk ashtu. Mos praktikojmë fshati njerëz. Po që të kthehen, po një do merret me këtë që ka bërë Danieli, tjetri do merret me bujqësinë, tjetri me blegtorinë, me fjalë ka mundësi që të zhvillohet fshati. Se dhe gjithmonë të larguar të ashtu. Ka bërë një mrekulli këtu që ka dhe një fushpamje të mirë, po për shembull vendi të neve është shumë i mirë, po infrastruktura na mungon. Punë e rrugës, për shembull ne kemi qenë, unë kam qenë dhe si i zgjedhur 1-2-3 herë me këto pushtetin lokal si antar plestie. Investimet janë bërë për ujë të pishëm për ato, po rruga na mungon, infrastruktura e rrugës. Për shembull nga Katili deri këtu ku jemi ne është 4 kilometër, i bën një thirrje atij kryetarit të bashkisë, kaq të na ndihmoj. Vetë se ka diçka këtu nëpërmjet Librazhit edhe Pogradecit që ka një kufizim. Prandaj nuk është arritur të bëhet që të na bë dhe kjo rrugë është me themel dhe me taban dhe na lidh deri në Omesh, lidh 3 fshatra. Mendimi im është kryetarit na ndihmoj pak. Çdo të thotë kjo lloj ndihmë për ju, pra nëse bëhet rruga çfarë ndodh? Po kjo do jetë një mrekulli e rrallë që do rikthehen të gjithë emigrantët, e dim të Nipër e Mbesa çfarë kemi të na vinë këtu, po ka nga ata që duan të vinë atë, po na pengon të thash dhe njëri infrastruktura. Kërkojmë vetëm një ndihmë të vogël, për 4 kilometër bëhet punë këtu te ne dhe na lidh edhe me rrugën tjetër. Kjo Egnatja që vete nga Quksi Qaflloç. Shumë do jetë më shkurt edhe Korça edhe Tirana. Besoni që nëse arrihet bëhet rruga dhe nëse Danieli të ecën puna mund të ketë të tjerë që mund vinë të ndërtojnë? Po, ajo do jetë pa bile do investoj Danieli te Bujtina, do jetë tjetri te Blegtoria, do jetë tjetri te gjërat që po, do shtoj pularin apo njëri do mbaj 10, tjetri do bëj ato që Danieli t'i blej gjërat bio etiket për vendit tonë. Si djathin, apo vezën, apo mishin, apo... Nga informacioni që keni, ka edhe tjerë që duan të investojnë në shtëpitë e tyre për të bërë të reja apo për të bërë mbas edhe investime të tjera që sigurisht krijojnë të ardhurat për njerëzit? Po, ka mendime se nuk është ashtu. Thjesht duhet pak shtyrje, pak spunto në kjo. Po, duhet një çik kështu. Edhe thënë mbas edhe kjo do të jetë një eksperiencë edhe për të tjerë në fjalë kjo e Danielit që ta ndjekin. Besoj që edhe zona këtu është zonë me tradita, ku nuk mungon mikpritja, dollia, njerëzit të qeshin gjithkohë, që edhe turistët besoj të gjejnë ngrohtësi. Një kënaqësi, një bukuri të jashtëzakonshme. Janë njerëzit mikpritës këtu? Në Rodokal, jo për të lëvduar e për të ashtu, po ka qenë traditë që ka qenë shumë mikpritës. Porta e hapur. Porta e hapur. Për çdoje. Kështu që edhe nëse do të vinë turistë, sigurisht që do të jenë të mirëpritur. Patjetër. E themi se do vinë. Besoj që në këtë rast, ajo që mund të jetë edhe si shtysa kryesore për ata që janë jashtë Shqipërisë dhe na ndjekin, është që nëse lidhet rruga kryesore me fshatin për të asfaltuar, kjo do të japi edhe më shumë hova. Më shumë. Edhe këtë me fjalë kemi biseduar edhe me administratorin, edhe me kryetarin e bashkisë, me sheltën e po na ashtu se është bërë punë faktikisht në fshatin tonë, se ne para nuk dileshte nga balta, ndërsa tash është brenda për brenda të pajtën në fshati. Të ndihet dora ndryshe. Asfalti, dritat rrugore, paka shumë edhe ujë i pishëm është futur në atë, me fjalë që ditës presim që të përmirësohet atë ashtu. Bazë që njerëzit fillojnë të thonë të mos vi sepse shërbimet janë. Po. Ne po të na lidhet edhe kjo rruga me fjalë me rrugën kryesore. Besoj se do jetë
një diçka e mirë që të t'japi një shtytje më tej. A ka nisur një punë e tillë për të ndryshuar këto gjëra? Po, ka ndryshuar rreth para 2 vjetësh, ne kemi bërë investim rrugën e lagjeve, por ky fshati Rodokal poshtë është fshati shpërndar. Dhe prandaj nuk e kam prekur të investimet që ne kemi realizuar këto para 2 vjetësh. Keni projekte? Kemi projekte. Do lidhim rrugën e Letovës me rrugën kryesore të Mokrës atje, plus dhe këtë lagjen do ta lidhim po në të njëjtën rrugë, po. Çka i jep mundësinë që edhe njerëzit që do të Jep mundësinë, po. Në pjesën e Pishëm ka ndonjë projekt, ka nisur të Po, është shumë shpejt projekti për të realizuar nga drejtoria e Ujësillësit, shumë shpejt mund të filloj punë muesh është. Por ne kemi ndërhyrë si bashki me ujin, se ka qenë më keq. Fshatrat janë të bukur. Po, Ja vlen të t'i vizitosh. po shumë të bukur. Njerëzit janë mikpritës. Tradita ruhet këtu e mikpritjes. Ke një apel për ata cilët na ndjekin nga jashtë, çfarë do t'ju thuash atyre? Po atyre tash të shikojnë me fjalë punën e Danielit, edhe t'u jepet mundësia që edhe ata të bëjnë një diçka. Që të kthehen, të investojnë në vend të tyre. Ti më the që je lindur dhe je rritur këtu. Po, Që do të thotë me dallëndyshen e parë që ka sjell Danieli për një bujtinë turistike, këtu në fshat njerëzit janë mikpritës, pra ideja është që nëse dikush thotë po shkojnë Rodokal poshtë, çfarë gjen këtu? Po tradita këtu ka qenë Demba Baden dhe vazhdon po e njëjta gjë. Edhe këtu Demba Baden, për shembull konaku bëhet si në kohën e parë. Dollia vazhdon. Për shembull misia, kryshnia, ato bëhen akoma me ato pyesim, ndoshta tash të rinë të njihen vetë nëpërmjet telefonit, po ne për misin do pyesim, për shembull nga rrjedh, nga vjen, nga del kjo familje. Pra, dollia është një lloj tradite që E vjetër, duan ta mësojnë. e pleqve, po, edhe kënga, po, edhe konaku, edhe dasmat janë si në kohën e parë. Dasmat zgjasim nga një javë. Po, traditë e parë, ja unë tani do martoj mbesën, do ta bëjmë si në vaktit. Një javë dasmë. Po. Do i çelim ato netët, ato do zëm qiqrat, ato siç vinë radhët e punëve. Tradita nuk harrohet. Do ku vero vera Moj žule moja Do ku vero Moj žule moja Po në male të të ja Nine se
A zemrën do thore. A zemrën do. A mjata si vetë. Ku drejti, ku shkëndon? A gëzuar. A gëzuar. Bare mirë. Dime. Bare mirë. A gëzuar. Daniel, gëzuar Daniel. Gëzuar. Emigran po bëj që në 2007. Çfarë moshe ke emigruar për të parë? Në 2018. 18 vjeç. 18. Ku ke shkuar? Po kam ikur 14 vjet në Gjoni, por 18 kam ikur në Shqipëri pastaj. Sa vite ndonjë pa ardhur? 2 vjet. 2 vjet pastaj 2 vjet kam ardhur, pastaj kam nisur shtëpi, investuar këtu, shko pastaj ikë në Greqi, punoj, për dimër punoj këtu ndërto. Ik prapë Gjermani, Austri, kam qenë në vend Greqi, Itali. Pra ke shumë vite që shkon në vend. Po bëja për 17-18 vjet emigrim. Pa ndalim hiç. Pse të erdhi ideja të ndërtoje një shtëpi? Fillimisht patë ide të ndërtoje një shtëpi që të jetoje vetë dhe çfarë ndodhi më pas? Nuk më kishte në qytet, nuk ri dot. Thash të bëj një shtëpi këtu në fshat. Tash ka pashë për një turizmi, thashë mos e bëj ta bëjmë si të gjithë tjerë ashtu. Ta bësh bujti? Bujti, na, për turizmin. Fakt gjithë tjerët jo, se ti je i pari në fshat. Po veç me që kam parë kështu. Të erdhi ideja që në fillim ta bëje me këtë lloj muri apo ndërtove shtëpinë një herë dhe pastaj vendose të bësh të mur? Po këto muret i kam bërë, këto mure ka 15 vjet që kanë nisur këto mure, pa ndalim fare, po e kishte tipi që të bëj me gur 90, thonë. Edhe tash edhe bo thashë të bëj ta ndërtojmë. Ku ke mësuar zanatin të ndërtosh me burr kështu? Zanatin ka punuar pas Xhaxhait, kam patur Xhaxhan usta, pastaj i kanë Greqi, kam punuar aty pastaj me guri te Gjermani aty, pastaj kush 20 vjet, kam bëj shtëpi me gur vet. Pastaj era këtu në Shqipëri. Nisi ta bësh. Ku e merre gurin? Gurin kam marrë në lart, ca i kam marrë me te ikuri ku ka qenë më përpara ajo miniera e ikurit. Atje i kam pru. I nxirje vet, i sillje vet. I kam nxirë vetë aty, sa kanë qenë dalë dhe i kam ngarkuar, i kam pru, ama thon 15 vjet punë, pa ndalim hiç. Pra, se këtë do të pyesja, 15 vite punë, kjo është punë ngjakulit aq. Kjo punë para investo, para investo. Po punë me rak do të kesh edhe do të kesh shumë nerva se kjo punë që nuk shikon. O shumë punë e vështirë, se nuk është me gur të vegël edhe thonë që i ve. Kjo shumë zanati me gur në dhënj. Shumë e vështirë si për ta bërë. Vështirë për të ngritur. Do të ishte çik i fortë. Po për të ngritur do të fiziku nuk dukesh keq, dukesh goxha muskuloz. Për të ngritur po do të kesh ide shumë, ide. Ideja si do ta bësh, thonë, do të mendosh gjërat ku i bën. Do më tregosh pak se çfarë ke bër? Kjo është pjesa hyrëse e bujtimit. Dil pak përpara të lutem. Po, më trego çfarë ke bër këtu? Këtë e kam bërë shumë me ark për bukuri, për këtë, si kolonat më dhaja, dhe atë atje, edhe këtu. Kjo është për hyrja, porta hyrje, si tip kalaje kështu ku hyjnë këtu. Pra, ideja edhe ka qenë të bëhet pak a shumë i tip kalaje? Po, si tip kalaje kështu. Ku ka filluar tamam kjo? 2010. Në 2010. Edhe i gjithë muri rrethues çfarë sipërfaqe ka, nëse e mban mend? Ose ka kamate, po shumë sipërfaqe madhe është, ka shumë, thonë vetë rreth. Ke rrethuar gjithë territorin. Këtu kam hyrë afër 200 kamiona gur. 200 kamiona gur. Që janë marrë.
Shumë interesante se ke parë diku këtë modelin që ke bërë jo, këto, po thjesht e shpike vet nga vendi. Këtë vetë kam bërë kështu që veshi pak atje, ma këtu nuk ka bërë asnjë kështu me gur më dhënë, si po se. Forma. Arkitekturë dhe forme ta them. Se kjo si mur i lisht ato se kopët e parë që ka bërë mur ata para fare. Para 2000. Tu është një gjys besoj apo jo? Jo, kjo është 1 metër 1,20 që mos u mpame, shumë lart kështu që përshtatet me këtë. Poshtë 3 metra ca. Shkon deri në 3 metra pjesa e poshtë. Po. Interesante. Sa kohë është dashur të ndaloj pak këtu? Sa kohë është dashur që ta ndërtoje pak vetëm pjesën e murit rrethues? Kjo pothuajse gjatë 8 vjet 90, po njëra kështu që buse vetëm gjatë dimrit, se bari ikë nuk rrinë këtu. Gjatë dimrit ikë vije për Gjermani ose për Greqi, ktheshe dhe punonje këtu, ikë pastaj punonje prap, mirë bën një lek dhe vije edhe një herë. Ka qenë pak e vështirë ti ngreje gjitha gur për të vendosur? O, vështirë është arruar një, se janë ato. Gur më dhënë njëre. Ata na 300 gram, 500 gram. Gjithkohës vet. Vetëm çdo gjë që shikon vetëm më bor, vet llaçi, vet gurë. Ti për të llaçin vet. Vetë çdo gjë vetë, as njëri pse nuk i kap një duar se gurë se domon duar nuk ka dirat, do t'i ngresh. Se bën i kap mezi, i kap. Harua sa kanë ata. Kanë skalitje, pra ndërhyrje me çekan? Nuk kanë shumë skalitje, ata kap vetëm verë, se ton natyrë, gurën. Domethënë. 15 vite që punon. Po, 15 vite. Që 2010, ne ke parë poshtë kush von shenja. Që ndërtuar. Si vendose që the, e ndërtova. Po jo, ishe në Gjermani dhe më thoshë Gjermanët se bën për turistë, ata për turistë çfarë vendi pas, ka vend bukur. E njohje. E kam parë foto? Foto, video, ti dha çuditshëm se si ka mos i ke porti të Kashiris këto punë madhe kështu tha. E çfarë thon? Oj, ngelet banitur thotë. Kanë thënë do vinë? Po, kanë thënë do vinë. Kanë thënë që do të vinë. Po, thotë si kam mësuar të investim të gur më dhënë si i bën thotë ti e hartë që ke bërë. Se nuk e bën çdo njeri, ja, kam qenë në vend nuk kam parë kështu lloj muji. Ma trego çik ku e ke vendosur datën? Ja, kush. 2010, që nisur shtëpia 2010, ja. Pra ajo 2010. Tregon 2010 ka nisur shtëpia. Po, ajo emri aty Daniel Novaku që ngelet kush e ka bërë. Si thaj, ne nuk do jetojmë për gjithmonë. Po, muri ta ngelet. Pak kur ta shikojnë të tjerët, po, ja. E ka bërë dikush. Po. Shumë interesante. Sa katë është shtëpia? 3 katë. 3 katë? 2 katë, apo ti thosh si tip gjys katë kështu. Pse vendoset ta bësh 3 katë shtëpinë? Po, atë është ashtu shemendja, ishte vendi, do të bëjmë një sallon, 3 dhoma lart, kupton? Pra që ti fillimisht e ke nisur për shtëpi, ja. Po, me nusën, me këto. Po. Pastaj rrugës vendoset, mos e bëj bujtim. Të punuar dhe shikoj kështu në televizor që vijnë turista dhe thashun ata përvojnë një këtu në fshat. Zona këtu, Rodokal, apo dhe diçka poshtë, ka turist, ke parë, ke takuar, vin turist? Po, kam parë. Vin? Po. Me anglisht e me gjermanisht si e? Na pak. I ke mësuar, pra do arrit të komunikosh, si do që tjetë. Po. Si e mendon ti, për shembull në momentin që ta hapësh si bujtin, kush do gatuaj këtu për njerëzit? Nëna jote, motra jote, kush do gatuaj? Apo do marrësh kuzhinierë? Po do marrëmi kuzhinierë ose edhe ta shtëpisë do ndihmojmë, dhe vllai po sheh që të ecë puna këtu, vllai më vjen vllai mund të investojmë të dy të bashkë. Mund të bëjmë dhoma të tjera për druri, kështu shtëpia të vogla. Pra keni një projekt në mendje. Po të ecë puna do të kthej edhe ai për Gjermani. Pra ideja është që njerëzit këtu nëse do duan të vinë, do duan gjëra fshati. Po, gjëra fshati, çdo gjë fshati. Kështu që do duhet të gatuajnë motra jote se nëna jote. Po. Mund të sigurohet prodhimi këtu në fshat nëse njerëzit duan. Po, sigurohet. Kam edhe të mia shumë edhe kam lagjet plot, në lagjet. Ti më thej që vetë ke kthyer së fundmi nga emigracioni, ku ke qenë së fundmi? Së fundi në Gjermani ishte, në Gjermani, Itali, kam qenë tash në Gjermani për fundi fare. Kam 7-8 vite. Ndërkohë vllai jot ku është? Në Gjermani. Dhe motra në Gjermani. Ai ka thënë që çfarë? Ai ka thonë po të eci puna këtu, do vi të kthejmë dhe unë të investojmë të dy bashkë, të bëjmë një 3-4 shtëpi të tjera për druri kështu të vogla për të fletur turistat. Edhe pastaj të parë të borët. Po të eci. Pra keni edhe projekte afërgjallë. Po, Hym dhe të më tregosh pak pjesën e Oxhakut, esti përpara. Tani, unë kam parë furra, kam parë Oxhaq që ecën që dalin në pjesën ballore. Por
E fillojmë nga mbrapa, por kisha parë të këtyre për masën. Po Si të erdhi ideja për të bërë diçka të tillë? vetë, ja, çdo gjë vetë me që kur ka marrë gurët, i ka menduar gurët, ky gurë do vjet këtu aty, po thonë, çdo gjë. Se nuk çdo shkonte çdo qosha është një prerje, nuk ka me dy gurë. Një gurë dhe maron, thonë. Është gjitha furr apo? Ha, furra. Është gjitha furr. Furra, gjitha. Sa hyrje dalje si quhen? Me tre, o xhak, sipsera dhe furrë. Ja, dhe për bëvon poçe, bësh fasule, gjora, me saç. Ecim lart, ma shpjegosh pak pjesën se çfarë ke bërë këtu para. Po. Okej. Çfarë ke bërë këtu? Kjo për të zgar, për të ikur mish. Për të vënë saç, zgar, mish, pikësh. Ti e ke përdorur, e ke ndezur. Po. Kjo tjetra? Kjo është xhak. Për çfarë shërben kjo? Kjo është xhak për pikur speca, edhe me këtu mish, edhe këto gjëra, fasuleve, poçën. Me poçën e baltës. Po, Ashtu si njerëzit i pëlqejnë. Dhe kjo këtu, për pjekur lakror ose mish. Lakror ose mish, kjo furrë, për çdo gjë. Dhe kjo këtu. Mirë, e kishe parë diku gjithë këtë lloj ndërtimi? Jo, me këtë me mendjen time vetë, ja shkonte ja gurët, si thash, çdo gjë një gurë që ka marrë atë që i ka menduar, ky këtu. Sa gurë duan, thonë. Sa kohë është dashur ta ndërtosh këtë xhakun? Kjo një 2 muaj gjysmë, po një. 2 muaj gjysmë. Se vetët ka shumë, ka ndonë 8 kamiona gurë më dhejnë kjo. Vetëm kjo xhak? Se do gurë baza këte, këtone. Avash, se unë aqë punonje, se do të binje gurë, do të pish gurë lartë, o problem për të për gurë. Pastaj vendosë që dhe tavolina, dhe këtu ta bëjë me gurë. Me gurë, po, ja shumë, si Se vendosë ta bëjë kështu, ma trego pak të ecim? Po, kjo është më çumë që nuk më pëlqen granita këto gjërat, gurë, çdo gjë gurë, ecim? Ecim? Çdo gjë gurë e dua kështu, natyrë, gurë natyrë, ja shkon. Si që gurë natyrë këtu vjen një tre drurë, për drurë dhe unë që nake këtu pina një gjohë rri për qep. Po karike do t'i bësh për gurës apo? Për druri, dhe marrë dru, për dushku dhe vë një 3 trupa. Pra gur dhe dru. Dalim kështu se kemi dhe pak djellin kesh. Pra ideja është që ti do përdorësh para metal dhe gjërat. Jo, dhe aty për para të kohën të bëhet me trara, ajo apsira, me trara dhe ato të bëhet me kapa guri, dhe aty poshtë me kapa guri, aty të bëhen trara rumullak, 2 copë, aty me skolonave. Që të dalë thjesht gurë e dru. Daniel, tu është i gjithë investimi i jetës tënde. Po, tu gjithë. I gjithë dhe pak edhe të shtëpisë. Sa vite më thej që shkon dhe vjen emigracion? Unë kam ikur që 2004 më për të parë. 2004 më të shkoj një vija, ma pastaj që 2007 më pastaj 16 vite. Po, 15 vite mund kem qenë. Sa kam marrë klasën e 8. Në 15 vite apo 16 vite që ti emigron, të gjitha paratë që ke mbledhur i ke hedhur këtu. Po, komplet gjitha, ja, gurë. Veçëm gurë, çdo gjë gurë. Çfarë ka thënë familja jote kur e pa se çfarë po bëje në fillim? Familja thotë, çfarë të thoshin, s'ka se thoshë boa se unë dhe ashtu. Sa të thonë, boa. Lart tani në shtëpi çfarë ke bër? Lart janë 3 dhoma lart aty, rëposh salloni, banjo, rëposh kuzhinë, banjo këtu ka ti Pare dhe si që shefi o borri, shkallë, dynjaja, shkallët, me gurë, si se shefi, çdo gjë gurë. Pra, sot për sot sa dhoma ke? 3 dhoma. Beson që janë mjaftueshëm apo mund t'i shtosh? Do të shtonë dhe do bëj këtë ide, ja. Do bëj kërkesë si vjet në dimër të bëjmë 3 dhoma të për druri. Për druri, gabina, me oxhak guri, banjo me guri, e komplet xham, më të lartë, kështu që të shohin këtë fushpame komplet. Nëse njerëzit do të vinë kur ta hapësh, do të vinë këty. Këtu do të gjejnë gatime çfarë të zonës? Gatimet, mishke, shtjerri, djathë, domata, kauna, pemë, çdo gjë. Speca, gjitha. Pra nëse do të pula, rosa. Për qef. Po, për qef. Dhe qetësohesh. Është e sigurt që janë të fshatit, nuk është se do i blesh në dyqan. Jo, po jo fshatit, dyqan s'ble fare, ose leqesja fare të dyqan e ditë. Dhe këtu të kemë me mjaltë vetë, kam bletët e mija, çdo gjë, me djathë, me qumësht, me gjitha, me mish për këtu. Pashi ka shumë lule. Po, lule ka, ja. I ke qef lulet? Po. Veti kam çdo gjë. Si që shef çdo gjë vetë. Edhe lulet i ke mbjell vetë? Vetë, çdo gjë vetë, se këtë s'kape motra ime që i kameraka jo në Gjermani. Ka po 7 vite që ka ikur, edhe vlla janë, dhe më shumë vetë. Këtu mami rri aty të shtëpi të poshtë. Këtu më shtëpi të rri mbyllur. Uj ka? Ka. Pashi edhe çezma lart kishte mjaftueshëm. Ka uj.
Ka ujë dhe mund të shpoj me thanë në barë, këtë barë, mund të shpoj me Ti thanë. fillimisht ke filluar ta reklamosh pak në rrjetet sociale. Çfarë thon njerëzit? Se ti je me fat që je në atë vend, ka thonë ca që jeton në atë vend, ke shumë aftësi të madhe rreth. Se shkon nga ato që ta kthesh nuk ke ngropi, shkon vetë rreth male. Tani me gjithë investimin që ti ke bërë ti nuk është se ke ndërmend të ikësh prapë apo jo? Jo, pra si që ishte për tiku shiku, ma më dolën letrat në 10 orë në Gjermani dhe si bora. I lash, nuk më trek. Thashta provoj këtu që se jam e fiksuar për. Tani e vetmja gjë që do duhet bësh mirë së fundmi është që ti të gjesh një bashkëshorte dhe ta bëni bashkë punën tani. Se e beqar. Po beqar. Edhe kjo çdo se ua këtu e kishe mendjen, po kur do vinjet që të punojë këtu, ja do kam për të bërë këtë, kam për të bërë këtë. Dhe kjo ka shumë punë, dhe kjo çdo gjë poshtë është mushur me gur kjo. E kam bërë më dhe kam mushur me gur, ver pllakat, vet. Je lodhur, po ja ka vletur. Po, për të lodhur, për lodhë e kishte vullnet po ne, dëshirë që do ta bëj këtë, do bëj këtë vetëm tonë. Se çdo gjë e ka vletur. E ka vletur çdo gjë. Shumë suksese. Rof, faleminderit. Kjo ishte ajo se çfarë sollëm në story këtë herë, pra një sipërmarrje mjaft interesante në një fshat po aq interesant, me po aq tradita, kulturë, mikpritje, njerëz të cilët sigurisht duan dollin, duan njerëzit dhe mbi gjitha duan jetën. Njerëz të cilët kanë punuar, ikin dhe vinë, por kur nuk e braktisin fshatin e tyre. Njerëz të cilët e duan këtë tokë, e duan këtë dhe të gjithë investimin e jetës e kanë hedhur këtu, siç është dhe rasti i Daniel Novakut. Një bujtinë e cila sigurisht do të hapet së shpejti dhe gjithë do ta merrni vesh dhe që unë ju ftoj ta vizitoni me patjetër. Faleminderit që na ndoqët edhe këtë herë, shihemi bashkë në tjera emisione. E ardhmja e Rodokalit mund të mos jetë e lehtë, por nuk është e pamundur. Kur të rinjt nuk largohen, por kthehen për të dhënë, fshati rilind. Nga guri i parë nis ndërtimi i një shprese të re.